Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku me urdhër të prerë, para se të hani kos, urgjent duhet ta dëgjoni këtë lajm. Kosti është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuara nga shqiptarët. Ai nuk bëhet kurrë i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe në shije të ndryshme. Kosti mund të hahet me të ëmbla dhe të kripura në mëngjes, drekë apo edhe darkë për një vakt të lehtë. Kosti është i pasur me kalium, kalcium, magnez, vitamin B2 dhe B12. Në këtë video ju do të mësoni më shumë për vlerat të cilat vijnë nga kosti dhe janë vërtet të befasuese, në qoftë se ju do ta konsumoni në mëngjes ose pas tij. Sistemi i tretës, kosti përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij, veçanërisht në mëngjes, mbron sistemin tretës nga toksinat dhe nga bakteret. Ai qetëson sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Gjithashtu, sipas ekspertëve, kosti ka aftësinë që të mbrojë imunitetin dhe ta bëjë atë më të fortë. Nga ana tjetër, kosti përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi, të cilat janë pikërisht elementët që i duhen imunitetit për të qenë më i fortë. Tension i lartë i gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi tek kosti ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosti ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe shëndetin e zemrës. Infeksionet. Kosti është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet. Kosti përmban laktobakile, baktere të cilat frenojnë rritjen e infeksioneve dhe mykut. Kockat. Sipas ekspertëve, një filxhan me kos përmban 275 mg kalcium. Për këtë arsye, nëse e konsumoni që në mëngjes, ju do të keni dhënë kockave forcën e duhur. Bakteret e këqija. Kosti përmban probiotik të cilët eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi i tretës. Në qoftë se ju vuani nga fryrjet në stomak ose diarrea, është e këshillueshme që të hani kos që në mëngjes. Kos pas aktivitetit fizik. Proteinat tek kosi i jep muskujve aminoacide që u duhen për të rimëkëmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi e rikthen atë. Alergjit. Foshnjat e grave shtatzëna të cilët konsumojnë kos rregullisht janë më pak të prekur nga alergjit, thot një studim mbi rolin e kosit. Sipas këtij studimi, fëmijët të cilët ushqehen me kos rregullisht janë më pak të rrezikuar nga infeksionet dhe alergjit. Rënja në peshë. Kosi gjithashtu përmban edhe pak kalori. Për më tepër, fal konsumit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë e cila e nxit organizmin të humbas më shumë kilogram. Kaviteti. Kosi i mbron në dhëmbët nga kaviteti. Ai përmban acid laktik që i mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet ushqimore dhe gjithashtu edhe nga bakteret. Shëndeti i flokëve. Kosi është shumë i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai forcon çdo qime të flokut dhe më pas e pastron skalpin nga zbokthi. Sigurisht që kosti duhet të jetë nga ai që përgatitet me far dhe jo i përpunuar. Shëndeti i lëkurës. Kosi është një nga kurat më të mira për femrat. Ai e përmirëson lëkurën dhe gjithashtu shtrëngon poret dhe i jep lëkurës tuaj elasticitet dhe njëkohësisht shkëlqim. Kosti është i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthi më i keq për shumë femra. E ftohura.
Kur imuniteti është i fortë, do të mund të mposhtë viruset ose bakteret. Konsumoni 150 deri në 200 gram kos në ditë për të shpëtuar simptomave të ftohurës, gripit dhe problemeve me fytin. Ky produkt përgjysmon shanset e shfaqjes së këtyre sëmundjeve. Vitaminat. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitaminë B5 dhe B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për ruazat e kuqe të gjakut dhe sistemin ton nervor. Skuqet e lëkurës tek bebet. Ky ushqim është ideal për lëkurën e ndjeshme të bebeve. Atë mundet ta përdorni për të trajtuar skuqet në lëkurë të shkaktuara nga pelenat. Pesha. Kosi është ideal për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla, pasi përthithet nga kalciumi. Kosi ndikon që qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandimet gjithnjë vlen për kosin me pak yndyrë. Tensioni i gjakut. Studimet gjithashtu kanë konfirmuar se kosi gjithashtu mundet të ketë aftësinë të rregullojë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, tensioni i gjakut ulet dhe gjithashtu ju do të jeni më të mbrojtur me të paktën 50%. Gjithashtu, sipas ekspertëve, brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve tuaja hormonale dhe për këtë arsye ju duhet që të konsumoni kos pasi ai është i pasur me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij e përmirëson strukturën tuaj të kockave. I bën mirë stomakut. Kulturat e gjalla tek kosi janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacionit të zorrëve, sëmundjes së zorrës së trash e të tjerë. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe mbrojnë stomakun nga infeksionet. Kosi është një produkt i mrekullueshëm për të konsumuar si nga të rriturit ashtu edhe nga fëmijët. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me proteina, kalcium, vitaminë B6, B12 dhe probiotik. Këtu ne do të listojmë disa prej arsyeve kryesore se pse ju duhet që të konsumoni kos çdo ditë, të cilat janë efikase dhe janë tepër të rëndësishme për shëndetin ton. Atëherë kosi përmirëson tretjen dhe veçanërisht në qoftë se ju e konsumoni atë në mëngjes. Në mes të stresit të punës, humori juaj është i lehtë që të bjerë her pas here, prandaj ka mënyra klasike për të përmirësuar humorin tuaj. Ushtrimet dhe gjumi janë më i miri, por edhe ngrënia e kosit është një përforcues i mrekullueshëm i humorit. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Zorrët tona janë përgjegjëse për një trajtje të mirë dhe jo më kot. Kosi cilësohet si një produkt i cili i ndihmon zorrët tuaja për trajtjen e mirë të ushqimit dhe thithjen e lëndëve ushqyese. Mirë po ju duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.